Kjo është hera parë që na kena mbledhur për një kohë të shkurtë, domethënë kaq vlerë kaq të madhe, $13.000. Shumë nga ato fëmijë nuk kanë mundësi të kthehen në shtëpitë e tyre se ende është ujë deri në gjuhë për momentin, po mundohen sadopak të largojmë ato familje nga aty. Shoqata Bereqeti Dega në Gjakov në bashkëpunim me bamirësat që kemi nga vendi diaspora, në veçantë bizneset, po ashtu me Kuvendin Komunal Shtabin Emergjent, është të përgatit të mbledh një pakull e cila përfshin gjërat higjienike, ushqimore, veshëmbathje, nga një kamen, nga një tepej, lavatriçe, joga, esenciale për ato familje që janë prekë në fundit nga vërshimet që ndodhen. Padyshim që këto fatkeqësitë nuk janë në dorë të njeriut dhe vijnë caktimi i Zotit, që duhet ballafaqohemi njëri me tjetrin me to dhe ndihma nuk është një ndihmë që ne i bëjmë qirak, po sadopak e lehtësojmë se këtyre familjeve ata që kanë mundësi ta kenë pranë tyre. Dikush kanë më shumë për laminat, do ta kenë laminatin, dikush kanë më shumë për gjëra higjienike, do ketë të gjithat. Ai shkërbente theksohet se një djalë i cili quhet Jon Hoxha nga Gjakova, që është student në Shtetet Bashkuara të Amerikës, madje ngashin poshtë nga Gjakova, e patën vendos në ditën e parë të vërshimeve të hapë një GoFundMe së bashku me Bereqetin në Gjakov, dhe ka darë Zoti vetëm për 4 ditë është kalu shumë mbi $13.000. Gjitha ato të kanë nga diaspora, shumë simbolike për ata, por për ne kanë qenë të mëdha, se është mbyll kjo për 4 ditë, dhe kjo shumë dhe shumë që është nga Kuvendi Komunal dhe ato që mbledhen nga bamirësat, do të mbledhen së bashku deri në fund të muajit të shpërndahen për secilën familje, sipas lidhjes që kemi ne së bashku me Shtabin Emergjent. Kjo është hera parë që na kena mbledhur për një kohë të shkurtë, domethënë kaq vlerë kaq të madhe, $13.000, dhe është caktimi i Zotit që i kanë vërshimet dhe padyshim që gjendja ka alarmante dhe alarm bizotën alarmante. Shumë nga ato fëmijë nuk kanë mundësi të kthehen në shtëpitë e tyre se ende është ujë deri në gjuhë për momentin, po mundohen sadopak të largojmë ato familje nga aty, me ato me gjëra ushqimore higjienike që kanë nevojë për to, po është nga aktivitetet që fillim të janarit, zakonisht janari është muaj më i gjatë dhe muaj i demelave dhe muaj që njëri ma pak ka të holla, po që për Bereqetin ka qenë muaj tepër i madh i Bereqetit, dhe sadopak të jemi afër këtyre familjeve. Diku në 82 familje, sipas listave që kemi në bashkë me Shtabin Emergjent, që është bërë nga kryetari i komunës Xhini, po spaku 50 prej tyre do të marrin ato që është kryesore, sepse ka familje që ka 2 antar, ka 4, ka deri në 13 antar. Do të mundohemi secili ka pak që themi ne në Gjakov ta stërpikim me gjërat elementare që ka nevojë. Prapë po them nuk është një shumë e madhe për to, por kjo mundësia që kena mundësi ta japim së bashku për vendin tonë.